Nëse. Interesante. Po pritet tu kanë bënë një testament për kështu gjësh apo? S'para kanë qefe folës. Ju rrejnë këtë bisedë. S'para kanë qefe. Mish, ju pëlqejnë ketrat? Marrë për ketrat që janë hunksha të Ketrat janë krijesa shumë të lezetshme. Vetëm një psikopat do kishte qef ketrat. Ne pyetëm 1200 ketra se kush është podcasti i tyre i preferuar, dhe për çudin ton, ata than podcasti i Joe Rogan. Ketra kadabra. Kështu që i futëm shkelimin atyre dhe pyetëm 1200 të tjerë, dhe ata si për çudi konfirmuan podcastin ton. Për siguri i pyetëm me pistoletën nga koka. Dëgjoj podcastin dhe jo Elton John pederasti. Bëjmë shaka se s'kemi gjë me Elton John, no? Thjesht donin bënim rim, koka thesë karin brit. Koka thes. Ne duam Elton Johnin, por nuk duam që ta qim byth, ha. Okej, që t'jemi të qartë. Kështu që Kini kënë një juj. Tan mirë. Sa keni baje. Mirë, faleminderit profesor, çdo gjë mirë. Si ka kënë jeta? Tash jeta ka ato të vetë, Si ha. të fjetë, nëse, ha? Çfarë do të them? Një event që ndodhi së fundmi ka qenë ndeshja e boksit e madhe që u bë midis Tyson dhe atij Bjondit, Jake Paul, çfarë ishte? Jake Paul, po. Çfarë ndodhi? Ose di çfarë është, është Nuk bokseri apo? Ku dëgjona im duhet ka nisur kështu si YouTuber, pastaj u bë i fut boksit edhe mori pjesë aty, ku dëgjoj. Unë nuk i besoj më këtyre, me thënë drejtën, duken thjesht si ku bëhen për lek. Njësoj siç e bëni ai Pikërisht. me këto boksierët e tjerë, thjesht sa përpara mbledhin 2-300 milion dollar plako dhe kaq. I ndajnë për gjys. Klasi byll aty sa humbi në fund merr 200 milionë ai edhe i 20 milion fitonte vendi i dytë. I pari 40. Po. E imagjinon çfarë luksi. Po. Tash nuk e di ai pendeçen. Jo se pash ndeshje fare plan nuk më Ne, interesoj se po. kaq më duken gjitha fake. Nëse mirë bërë që se pe, por edhe mund të jesh i kurioz, çofsh a është realisht fake apo jo. Edhe ishte totalisht fake. Po normal. Tyson i mezi rritën kohë. Çfarë thon? Filloi raundin e parë, gjithë fuqi, gjithë energji. Pastaj plako sa ngre dy grushtat e parë, po duket si ishte stisur. Domethënë, ti do hash grushtat, po pastaj nuk do të qelloj më. Apo? Kështu që ai majti dy grushtat dhe ashtu vazhdoi 8 raunde sa ishin. Edhe u mbyll, po gjithsesi. Po, 8 raunde nga 3 minuta vur. Fitoi Jake Paul. Fitoi Jake Paul, po. Po mirë, çka tani, se kur po bënin këtë promon, ishte një moment shumë që po bënin diskutimet ato dy dhe ky i gjun grushta bë. E kupton? Edhe ky s'reagoi fare, e ky tjetër, e kupton? Tash okay, duhet të shpejt pa filluar. Ashtu është. Kem buja madhe që Netflix do jepte një event sportiv për herë të parë edhe kaq. Po gjithsesi. Ti gëzojnë lekët janë ata herë si fillim. Ai ti gëzojnë. Po. Ai dhe thoya plako është që doli një stand-up i ri i Jesselnik në Netflix. Edhe ai fliste për Tysonin aty. Dhe ishte më fare. Është shumë lezetshëm edhe po thoshte që te një program kishin vendosur që ky do ofendonte siç qeshin të programet e tjera, me roasti. Ky do ofendonte gjithë ato celebrity që ndodheshin atë ditë. Edhe ishte tha Donald Trump, Charlie Sheen tha. Po. Edhe unë tha duke shkruajt ato batutat e mia, kur mora vesh që ishte edhe Mike Tyson. Edhe Alje kaj me Mike Tyson. po edhe lash sa të gjitha tha, u mora vetëm me Tyson edhe shkova ata me një tufë me batuta, i kisha durat plot. Po vetë më thot ai tipit producenti i programit, e tha, kemi të qartë për të bërë tha double check. Të lutem, jo batuta në lidhje me përdhunimin e Mike Tysonit, se ky akuzohesh për përdhunimin sa herë kështu. Gjitha batuta e plera. Po tha, ju dha tha gjitha plera. Gjatë show dhe pash që Tysoni tha po qeshte, po kalonte kohë më të mirë ti të vet. Po qeshte me të gjithë, kthente batuta me të gjithë. Ata që e ofenduan, ja kthente mbrapsht. E thash, po sikur ta them një, vetëm një. Edhe batuta që ky kishte zgjedhur ishte babi Mike Tyson. Babi Mike Tyson u largua tha shumë herë nga shtëpia tha duke lënë fëmijët edhe Tyson në moshë shumë të re. Besoj se ky ka qenë edhe problemi që ka pas Mike Tyson, nuk ka pasur një figurë prindërore ose një baba për të pasur tha si idhull. Ai ku tha më një nga shtëpia. Se Mike Tyson e përdhunë. Moshter. Oh, flag. Oh, nes. Oh, se kam qeshur ato. Flag është lot. Është madh atë që ka bëj Charlie Sheenit.
çova atë rostin e Charlie Sheen që janë perl. Mike Tyson tha, po pshitën kobrën synit, ama se dëgjoj këtë që thash. Atë tha kuptova që ky do mvrasë, apo e rit fundi. Edhe i tha që ishit më të madhe, e bëri, e pëma Charlie Sheen, ta futi. O, që lodhi, më plak. Nese, do të ashim një gjithë stand-up deri të Jason Ig në Netflix, plak, ishte. U shkriva. Është i madh plak, më shkriva. Po atë që tha Jason Ig për mamin. Kisha e vogël tha babi tha bleu tha një breshta. Edhe sa një moment tha vetëm shpion tha se gjej breshkën, tha babit, kush breshka? Ka iku me ma. I sekundë s'ka marru. Ka iku me mami tha në bekjart. Edhe unë të shkoj. U shkoj në bekjart ta duke gërmu tha bekjari. Shof eshtrat e mami. Duke gërmu bekjart dhe i plaku. Shof eshtrat e mami. është bekjart me mami. është perle pur. Unë e dija ku bëshkodë se kam t'i gjuhë Jason Ig, kam shumë qetë. E fundit ishte kjo, pra. Shoku im tha, një vjen dhe më thot, ke marrë një vendim shumë të madh për jetën tonë. Të kemi zgjedhur ty tha që t'jesh dhuruesi i spermës sa për fëmijën tonë. Edhe ky tha, dakord, po sa vjeç është fëmia? E kisha dëgjuar këtë. A shpert. Sa vjeç është bebi? Sa vjeç është bebi? Nese. Kështu. Ajo që më ka shkatruar mua, mund ta kem thënë një podcast tjetër ka qenë kur tha i ditë babi ju tha, vjen shfida thot mamit. Unë do ndaj tha. Do iki. Atë unë tha që i them mamit. Unë do iki me babi. Edhe babi thot, unë s'do të iki më. Sa burik. Babi tjerë do të largoj. Me që ka puna kështu të babi, unë s'do të iki më. Babi do të vetë largoj nga ky. Po do të më qafi këtë trave. Ishte perle. Nëse është i madh. Më doli dhe një fakt kështu interesant për ballë plako, që presidenti i parë i Interit, skuadrës së Interit, është ka pasur një shqiptar thonë nga Çamëria, e kupton ti? Çam. E mbajti për 7 muaj presidenti. Çami më i mirë plak ka shumë nënë vet. Edhe ky plako mbajti për 7 muaj Interin, edhe 7 muaj Interi vetëm humbi plako dhe njihet nga figurat më të errta të skuadrës. Çfarë? Po, më shi. Po, çfarë merri? Nëse më ishte Çam, nuk ishte. Nëse jesh e moj shqiptarit parën fare, që nëse çfarë do presësh në një ekip sapo krijuar. Ishte rasia, nodën. Po këtë intervistën e atij Ilirianit me që ka thënë se ka i të dashur atje në Amerikë. E kemi konsumuar? Po, kemi konsumuar. Ja, sa gjinaf. Që sa konsumojnë do të Dhe e bindur që ka. Po. Po si u ka ngel njëri gay plako që të mos ketë 2-3 dashur, të ketë jetë aktive seksuale me modele, të ketë fëmijë, mbi të gjitha nesa. Kjo është jeta e bivave, shkatruar është. Po e mame kur doli atëre Butrin Dimeri plako që dha një intervistë dhe po thoshte ca gjëra, po që s'po thoshte asgjë. Po intervista që thyu rrjetin. Po është një intervistë e butës plak. Shisë shefon. A din ç'është ajo shpreha që so pjesë ajo me aninje që e kanë anekdotë shumë vjetër, so drosa do me thonë, so drosa janë t'ja hek të aninje se ja vënën të reja, nëse mundesh me konsideru se aninja e njëjtë që është halon. Nëse te ja ki hek kejtë, ja ki vënu të reja, ja apet komplet është që aty, po nuk është e njëjtë amo, se ja ki ndru çdo pjesë. E vërtet, jo që unë është perla. Serie me drasa. Po. Ania pa drasa nuk është një ania. Është ania që kanë dju krejt. Që është ania që kur e isha anias drasat që kanë dju krejt që është anias. U do e pjesë PPK-s kur nisi me dhënë një klip, po për probleme teknike nuk u dha. Edhe ja bëri Jonida. E po mirë, dhe ju e keni parasysh për çfarë bëhet fjalë, më Dhe fillun, po, me komentuese do komentojnë ato që do shifin, po tani... Nëse ju e dini do në të qavet fjashë që dhe ta komentojnë direkt. Komentojnë direkt. Pse s'bëhen gjitha kështu?
Nëse, prisi, pas kemi një të Hoxhës herë. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam. Okej, dia. Njeriu është çfarë mendon. Njeriu është se si ai i imagjinon dhe i përgatit situatat e tij të jetës. Njeriu në jetën e tij ka prioritete dhe i rendit këto prioritete. Ne duhet që të vendosim prioritet në jetë. Prioriteti jonë kryesor në jetë duhet të jetë Zoti Krist. Ka një pjetë, nëse ja rregull. Prioriteti i parë është Zoti. Vetëm me burrin, pra jo me njerëz të tjerë, me fest, me ngjyrë pink ose blu. Pa postime, pa organizim asgjë, vetëm private familjarisht, jo, s'bën. Si bën ti se din përgjigje. Ishe rapar që ishe dakord me këtë, me Hoxhën. Për e parë me gjithë syre dite. Edhe unë jam dakord, por prapë ne s'mund të ndalojmë njerëzve se çfarë duan të bëjnë. Jo, e di se njerëzit kanë qejf që të bëjnë. Jo, ka shumë të drejtë Hoxha me të drejtë që këto gjëra nuk bëjnë, po thjesht për Hoxhën nuk bëjnë nga feja. Aty më familjare. Po sa që i bëjmë plagë, që pastaj kanë egzageruar. Që i bëjmë me shiarov. Marrin komplet ambientin që bëhet ndasma, edhe zhvillon partin e një jetore. Nëse këta muslimanët bëjnë kot shumë plagë, por kur vjen puna pastaj që bëjnë synet likun e çunit dhe bëjnë çifsha dasmë. Pa hajtë në vari ka. Dere, bëjsh, në dikëtoni o plakë, mos nga trohë gjonët. Normale, jo ka vlerë. Varrosja me kostum. Te nga zona jugut e ka një zakon që e varrosin të vdekurin me kostum. Normalisht ne dim që duhet varrosur me qefin. Me që do varrosme? Me qefin. Me qefli, e? Po në që se me qenë qefli e i... Me qeflin. Me qeflin gjumë. Me që flinë gjumë ai. Nuk e di me çfarë do ta veshin, po masë është një fjalë specifike që pas kanë ta. Është që është si rrec, ku nëse dëgjoj. Rrec. Një zakon që vazhdojnë ta kenë. Po më fal. Ama, iku. Po më natë. Si veprohet kur ne kemi konflikte në familje? Di orë do menu. Jo, ka lexuar. Nuk do me ka lexuar pyetjen si ka pëlqyer për shembull pjesa e pyetjes, edhe thjesht ka luajtur. Si. Ti nuk i lexo kanë shtëpi herë përpara, ha? Në gjë live aty. Atë se di. Bravo. Njerëzit tanë. Në raste të tilla ose raste të ngjashme, është mirë që ti flitet të vdekurit sa është gjallë. Shmi që ti flitet të vdekurit tash i sekondi. Ti flitet të vdekurit sa është gjallë? Po. Pa vdekë. Pa vdekë, i duhet të flitet para ti. Sa do më vesh? Edhe ti mund të përgjigje. Si do më vesh baba me fund? Si do më vesh? Ai do me kostum. Pyetja tjetër, po baba im do të vishte e pyetëm si ishte ti para se të diste dhe e tha do me fustan. Ç'a ti bë? Mos e pyesni të vdekun. Okej. Pasi ka vdek mund të bëjnë çfarë doni. Vish fustanin me toka. Hajde moj fjera koja. Po 300 arkivoli, 300 kostumi. A vasho babo por? Normal bi kokës. Kini 20 pensioni. Ti flitet të vdekur sa është gjallë. Pra ai ta lesi amanet. Dhe porosi ta lej me gojë që këtë gjë nuk dua ta mbëhet. Sepse kjo punë pastaj gjallë konflikte në familje, aty është vdekje tani muhabete, hiç kostumin, ja pa ja veshim, ja pa ja veshim, njerëzit shohin, nuk është e përgjithshme. Shohin njerëzit. Akoma ka halën nga njerëzit që shohin njerëzit. Shohin njerëzit flasin dhe ti do dhe intimidohesh familjarisht besoj. Po vetë përprohesh aty heqin kostumin apo vishi kostumin. Është në gjeti, është era para që ti e ri kostumi. Verika e që ki ma. Që i ka shnoshë që ka uma të ujra të gjitha plak, normal që është. Po, që i ka shnoshë. I rinda mirë këpara se të disë, tani së që disë i bëga, si pas ka hije. Unë do sugjeroj çdo lloj konflikti që not në rastin e xhenazës. Mirë është më u largu përdesa nuk është çështja haram, përdesa s'është çështja gabimi i rënd. S'është gabim. Mirë është. Kështu që situata të tilla në thonë, ne duhet të punojmë për para se të vim të kjo lloj situate. Evitojni. Po, normal. Sa jeni në kohë. Sa keni qef mundësi, evitojni këto të lutem. Se shqiptarë nuk para kanë dëshira, nuk është se kanë letra që i lejnë familjes. Nuk besoj, ja? Këtë gjuhë në histori që se më drejtë plago, unë jam ullur me prindë mi për diskutuar që duhet lënë një testament. Është moment i të ndorë nga shtëpia. Po, të dy më thanë okej, po asnjëherë nuk është bërë realitet. Thjesht ke shumë drejt. Po që kemi në mirë ti. Po që i zjuti. Duke kemi djalin budalla, kur mendon. Nuk e budalla ti, ha? Dëgjoj? Ha? S'është budalla. Pse si tham pëlqeu kur tha bëni një testament. Një marifet.
Po, një testament me avokat me gjëra. Avokat. Se kemi legët me presim ndryshon, a Po, vazhdi? po s'kemi çfarë bëjmë. Avokat. Po gjithë legët që do linim juve, neve do ishim avokat. Pse 500 lekë? A 500 vazhdi lekë se do kam linim? bërë. Se sa dohet? 2 milion lekë? Lekë? Nëse. Po ti për shembull në Tarmen, do të lesh një letër familjes sënde për vetë. Ja, do të them drejtën, unë po mundohem që tani të mundohem që nëse çdo gjë që kam Ti fillon me shkruajt. fëmijët mi, domethënë nëse kam në një gjë bankare edhe ka një person që përfiton, po mundohem ta bëj për fëmijën tim që të shman këto gjëra, plagu. Imagjino urrej këto gjëra, për shembull, të lihen këto muhabete. Imagjino që sikleti për fëmijën. Pse duhet vi fëmia plagu tani të gjej momentin e sikletshëm dhe të thotë ti për shembull, "O bab, po ke bëj testamenti gjë për gjonat e tuaja?" Edhe unë në 3 aty don ti them po dhe mos ta bëj. Se s'ka kuptim, apo jo? Jo, ti thu s'kam bë. Ti bësh ti këto të gjitha. Do të thënë ti një pjesë do tjetër. vdes ti do merresh me gjyqe dhe do merresh me këto punë. Aha, faleminderit. Ti bësh me një 3 fëmijë ti, edhe një nga këto do me gjithë të dy tjerëve kur ti bëhesh dement. Kështu është jeta. Po, edhe përfundojmë pastaj plagu duke uzi me njëri tjetrin, ndërkohë që ti Po, zinë edhe njëri tjetrin. Po. Ti je efektari çdo gjë. Ti mund të ishe. Ti ke të zemrën e mirë, ëh? Po, mund të ishe ata të zgjidhe kollaj fare. Gjitha shkojnë për fëmijët e mi dhe pikë. Gjitha shkojnë për gjithë ju sumerët. Sumerët. Ti që vjen era suma. Sumera Sula. Nëse. Interesante. Po pritet tu kanë bërë një testament për kështu gjësh apo? S'para kanë qefe folën. Ju rrejnë këto biseda. S'para kanë qefe. Ja. Për shumë kur hapni diskutim ti vetë që më çfarë bëhet me shiko, e flasim një herë tjetër, si mëno. Po. Çfarë do më bëj që na hap tani? Kur të vish kismet, mbledhni një ditë se po hajm buk. Pastaj një moment po ha buk, pastaj çfarë do më bëj që na dal për shef. Po, zgjat ajo dreka. Çfarë do më bëj se do vinë njerëz. Kur do vinë? Nuk e di, më do vinë të njerëz. Buka zgjati 16 vjetë kur janë bërë gjithë obez. Ka mundësi ta heq një ato pjatën 2 sekonda të flasim si të rritur. Na le me pak të film drejtë e mori. Kot. Se jena gjithë ditën me. Pasi nuk ka rëndësi plagës çfarë moshe ke ti, ato të shohin gjithmonë si fëmijë. A tregosh ti tani se je shumë i zgjut, po nuk je i zgjut mjaftueshëm. Po çfarë? Po e di unë atë, shumë vërtet jo, shumë vërtet. Kjo është gjithmonë me. Je inteligjent, je i zgjut, më kënaq. Punëtor, po. Sekondë, s'fundish babës i tregosh arët, ndërkohë ti po bën moshën e babës. Jo, unë thjesht po tregoj babës që të mlej arët. Çfarë arët më? Unë dashkë ti s'kam arët. Unë s'kam arët. Po arët i ke qef profeta me që se u hap muhabeti. Po jo, shumë mirë. Janë shumë. E i thonë që janë dhe i fruti thatë afrodizjak pak, ë? Arra me mjaltë, me sa gjëra kështu tjera që të manë në ajër. Pra ne unë kur haja arra. Pse më plago kur unë haja arra? Pse jam siklet gjithmonë. Pse po më çortoni sot një ajuaj. Ka hoxha dhe një të fundi për hoxhën. Vajzën? A është haram që të bësh sebeb ndarje për një çift që janë në një martesë të ezauruar? Kush je ti më vëlla? Kush jam unë kush je ti atë çift rrof? Unë jam ai që bëna pyetjen. Kohë. Lot. Ky që bën analizat e martesave ose kjo. Ja. Se kjo do jetë, femrat janë apo fola keq. Jo, nuk besoj se femrat janë kështu si qeder. Ndyra, këtë gjë. Po. Gjoj pyetjen, edhe një herë. A është haram të bësh sebeb ndarje për një çift që janë në një martesë të ezauruar? Po ti kush je? Unë jam divorce. Kush jam unë? Unë jam princi i territ qifsha roka. Ti që se ke mendje fare dëgjon fjalën e fundit, kush je ti? Kush jam unë? Si je? Profeta tregoi çdo. Kush jemi? Edhe forda kush je ti edhe ai që i kthe me emrin. Florian prej Vlukaj. Për Dibert. Që ke për i bret, je për Dibert. Kush je që dole në përfundimin se është e zauruar? Këta janë të rritur, këta janë të koshient, këta janë në mosh përgjegjshmërie, dhe vendosin ata, është e zauru, po nuk të majme dhe case. Po burri s'ka qef ta lej gruan televizit vetën, e rritur, po priti sekond. E rritur, po. Ku e shkon? Ajo do marrë leje po bën gjona, më lisht. A vash. Po. Nëse, Inshallah rigjenerohet prap. Çfarë problemi ka?
Ç'të duhet ty me jetët e tjerëve, me martesat e tjerëve të ezauruara, shif në tatë se ty po ti ke jote për shalësh. Martesa jote. Martesa ime është në rregull fare. Hoçi ta dish. Më rregull që ka? Si e kemi burrë? Po ti për shalësh. Po ti martesa për shalësh. Edhe ai që kishte shpik në gjë. Kush është burri jot? Filan Fisteko? E di çfarë bën ai kur ikën në futboll 3 ditë? S'është imi ai. S'është atë. Po kur shkon me ble bukën ai di çfarë bën? Çfarë bën? S'ka nevojë. Kaq sot tema. Rregullotate. Shumica e çifte plagë që ndahen për arsye se burri një ditë ikën dhe i thotë asaj që unë do iki ble qumësh, po ti më bëhet si ka bë baba. I ble qumësh, po. Qumëshi që baba s'ka sjell akoma, baba im nuk ka sjell, pa sjell unë. Po. Edhe ti që shkon në plagë kërkon qumshin e babës, në fakt kërkon babën. Do të prandaj plagën ndodh kjo gjë, se ikëm i pari dhe ai nuk kthehet se s'po gjen dot qumësh. Ti shkon për të gjetë qumshin që baba jot se gjeti dot. Po ti gjen qumshin, po s'gjen babën. E moment thua, pse mos e gjen babën edhe tum qumshin. Ne jesh gjen babën, po thu, po s'mund të themi pa qumësh shtëpi. Ky e gjeti babën. Po unë shkoj atje pa qumësh se unë jam burr zamoni. Unë jam borë zamoni. Kërse unë jam Donald Veshe. Ecim. Më preke shumë bukur aty kur thej që me siguri do jetë femër. Dhe disha ishte me një qytet shumë çuditshëm që ishte 5000 metra mbi nivelin e detit, ishte shumë lart. Dhe s'kishte oksigjen. Shumica njerëzve shkonin sepse kishte shumë flori aty ke ato shkëmbin. Sipër mal lart. Duke qenë se do vargmalet aty kishin formën e një femre që rrinte kështu duker sikur po rrinte shtrirë dhe quheshin bukuroshe e fjetur diçka të tillë. Fshatarët, atë zona lit, nuk lejonin femrat që shkonin të bënin këtë punë, sepse bukurosha fjetër do bëhej xheloze, plak. Se gjë me sens. Do bëhej xheloze edhe i shkaktonte fortuna, stuhie, këto katastrofë. Është interesant gjë që ndodhin dhe që i sa fare gjë që ndodhin aty ku ka arsim lart, shumë të lartë aty në ka inteligjencë. Është ky mal. Aty. Papa. Po, no. Interesante, shumë e vërtet, do kujdes juve mos shkoni atje. S'lin shatar. Ku shkoti mi kurv? Ajo e veshur si famulani, si burr. E bukur fare. Xhelozia është aty, lind me njeriu. Kjo është thelbi. S'ka nevojë të kesh më. Normal, patjetër. Po ta bësh re, xhelozia është një lloj virtyti shumë kështu plagë, një ndjenjë shpifur, Po ta bësh re, domethënë një ndjenjë që të kryen ty më shumë se tjetrin, e kupton? Të bën më shumë dëm ty se individi tjetër. Është një det që do kalosh, Po. Nëse po, do mësosh notin. Sa do ta fillosh. Qofse se di, po se di do ta mësosh pas ta fillosh. Dëgjoni këtë, do marrën. Të marr me martesat e tjerëve, jetë zauruar apo është dike jotja? Është duhet të fluturuar jotja. Ose për një çift janë një lidhje jo serioze, prap. Halli mod me çiftet e tjera. Shqipër ti shpintale o të vjezër. Por mund të që këta njerëz nuk ka kush i arreston? S'ka kush i arreston? Sa më pëlqej jeti mos zgjidhet me arrestin. Nëse s'ka kush i arreston se burg nuk ka. Hero vëndën një kësha Isha bos zborin. E pe që ka ndodhur në Shqipëri. Ne para njerë mund të flasim pak për 28 nëntorin? Patjetër. Sot jemi në prag festash, do më thënë këto ditë dhe vjen 28 nëntori, kështu që i urojmë adeut që jemi shumë krenarë dhe shumë të lumtur dhe e duam shumë. Nuk ka si ty o Shqipëria ime. Lucifera. Si shekon nga kësaj. O, ku ka si ti o Shqipëria ime, oj fisnikja për mbi gur. O, nuk ka si Nese. Kush ka si ratusha? Jo. Kush? Ka si ratusha ota. Nese. Pavaroti. Pavaroti. Qa do bëjnë e tortë këtë vit, si dhe jetë? Po iku koha tortave o blak. Kishin lek shqiptarë në të kohë. Kishin lek. Kishin marrë një intervjitët e tipi që këtë po tortë të pas i qenë? Edhe tha i qenë. Se një dorë ishte vete? Më gjithë, no, i shkjede. Po plagë ishte të mëru, ishte tha, të ndrejtë tha për gjysore, tha, nuk e ma mërë të mënde, tha që të ndodhë, a i që ndodhë, a i shpërfytyrim. Kush, shqiptarë që vinë me kova, shkjede. Nuk e di, po që më ndohë e ti plagë, ku bone një tortë që vinde si për gjunit.
M'fal, çfarë pretendoje, por nuk e di. Si do vinin në radhë do ta hanin, ha? Si mendove? O pasi qera o gjeni. Kemi diskutuar atë në një podcast që mund të shkoni ta dëgjoni, quhet Torta e Pavarësisë. Atje kemi folur në detaje për tortën dhe kemi dhënë ca detaje të papara. Po që nëse ai ishte faji bashkisë se si e shpërndau ata. Merrini, si mund të thosh njerëzve merrini, ëh. Njerëz me kohë. Si ti thua? Po bra, njerëzit duhen tranu. Njerëzit kanë instinkte edhe primitive, plak, që i kanë ngel. Tipit ushqim falas, cigarro. Çdo gjë falas. Nëse edhe por ajo që doja të flisja më shumë është reagimi i shoqërisë shqiptare plako për se për shembull këtë pyetje më bëri dikush në DM. Pse për shembull ne nuk reaguam si faqe podcasti për vdekjen e atij 14 vjeçarit në Tiranë. Edhe më shkruajtë më për shembull që kur mendon se unë i thash për shembull që ne nuk para reagojmë për ngjarje që ndodhin në kohë reale, sepse në kohë reale kur reagon kemi qef të reagojmë shumë institucionet përkatëse përgjegjëse, pasi të zhvillohet gjithë çka ka ndodhur, domethënë, pastaj mund të reagojë dikush individualisht. Po individualisht nuk është shumë e rëndësishme sepse janë momente që gjithë këto pastorët, hoxhallarët, ku dëgjon politikanët i përdorin këto situata për të fituar audiencë, për të fituar ndjekës, këto VIP-at online që dalin, kishte dalë një ona duke qarë, një tjetër, po na vdesin fëmijët, e kupton? Çan këto që po bëjnë, kishte dalë Noizi, kishte bërë një deklaratë gjigande, Noizi tha jo, por ne dikur kur kemi qenë të vegjël, zgjeshim me tiga, po zgjeshim me grushta, domethënë nuk e kuptoj se ky mesazh fantastik, domethënë thjesht mos u zini me tiga, po vetëm me grushta. Fantastike fare. Edhe me leva, po jo me thika. Po, kap gurin, po jo ke koka. Për shembull, dhe kishte dalë Kozaku tha, mos i gjy me thikë koma tha, po jo. Po, gjy me thikë ke gishtat e po, siguro, për shembull, ta godazësh me thikë ku ka çantën në shkollë, sa kupton që kavi libra, po dhe ai të ketë frikë, ta kuptoj që të trembe që ai të ketë frikë dhe mos bëhet kurrë njëri, por mos e vrit. Ka qenë një kohë për shembull kur dy fansa, një Noizi dhe një Stresi u zunë me njëri tjetrin plako, edhe e paralizuan njëri nga këta. Në i thysh të kurizorë plako, dhe sot se ditë është akome paralizuar, domethënë që këtu nuk ndodhi thika dhe prap nuk duhet të ndodhi asgjë, as sherr asgjë. Po nejse, gjithë plako gjetën momentin. Nuk duhet shkosh ke sherri, se në sherr e sipër, nuk di si shkon situata. Zëre se ti je një person që nuk e di, je shumë gjak nxehtë, nuk shef fare nga syt. Udhtor, je si Fatni Kuqari, që nuk shef fare nga syt kur nuk e di, kur i mbushin syt me gjak. Bravo. Pra, të gjithë gjetën momentin për të folur. Por kur është momenti ideal për të folur? Si mendon ti? Momenti ideal për të folur. Apo s'duhet të fol fare? Jo, unë them që duhet të fol, po nuk duhet pasardhë. Çdo gjë plako po u te fol, e humb rëndësinë, kam përshtypjen, pak në syrin tim. Unë nuk mund ta çoj ke çdo stacion i televizorit edhe të shoh emisione që zinë çat mbushin. Domethënë aty ku ishte Kozaku mbrëm, është një psikoanalist që po tregon se si trajtohen fëmijët në shkolla, apo si ndikon TikToku në psikologjinë e fëmijëve, dhe sa shumë presion kanë nga shoqëria. Nuk mund të marrësh në një studio plako edhe një mut edhe një psikoanalist. Besoj. Një që është shumë e rëndësishme që janë bërë gjitha kështu si le të flasin për këtë, le të flasin për atë, nuk mund të flasësh plak. Ne nuk mund të flasim dot. U bë një protestë. Personalisht nuk mund të flas dot për këtë fare. Po, u bë një protestë, unë jam dakord të dalësh ti bashkangjitesh një proteste për të ngritur zërin. Por siç ndodhi për shembull dhe me George Floydin, se ky shembull më dha në DM. Domethënë më dha shembull George Floydit që apo atje reaguan edhe bën ca ndryshime në polici apo ku diun. E vërteta është që kur ti reagon si një protestë është ndryshe, sepse në protestë nuk është për shembull spotlighti ke individi. Kur ti reagon ke faqja jote Instagramit, je ti duke kërkuar atë dritën. Domethënë aty ka ndodhur tërmeti, ti thu, jam dhe unë këtu, e kupton? Jam dhe unë këtu që mos më harroni mua. Nuk e di, është një mani e njerëzve që futen nëpër rrjetet sociale edhe fillojnë të shohin komentet e çdo reaguesi online. Që dëgjej unë atë që më përket mua plak dhe them sa bukur e tha ky këtë profeti. Po. Më pëlqeu shumë, ose ky s'më pëlqeu, ose ti pse s'reagove, ose ti reagove. Kërkoj që të lidhesh aty plako, dhe ka qenë gjithmonë aty. Është jashtë. E para herë më duket shumë e shpifur kur shqiptarët gjithë plako jo se kjo qeveria është e mirë apo e keqe, po ja hedhin, është direkt gjë e parë që bën shqiptarët larg sin kohën e komunizmit. Ku është shteti? Po plak, janë ca lloj krimesh që nuk ndalohen dot. Këto krime kanë ndodhur gjithmonë dhe gjithmonë do ndodhin. Kur neve themi ku është shteti, duket sikur fajtori, po mundojmë gjejmë fajtorin dhe fajtori është shteti,
Dhe ne e kemi gjetë fajtorin domethënë tani, thjesht shteti është varikarin. Ne duke di që kemi shtet varikarin, ja atribojmë gjithë ato qiet shtetit dhe në këtë rast i bie që asnjë gjë s'do ndryshoj sepse ja pra shteti, s'kemi shtet. Se në Francë këto gjëra ndodhin, ndërkohë që ndodhin. Këto kush është shtet për ty? Më thuaj shtet. Zvicra? Okej, edhe në Zvicër ndodhin këto gjëra bla. Nuk është pa shmangshme. Njëri për shembull kishim bërë ca kështu online në Instagram duket, a duhen dënuar prindrit e plak. Edhe 75% e njerëzve të komentuesve thonin po. Më duket ke bjeta thulo në një emision, imagjino televizion live, jo live, mos është live, nuk e di, po televizion plak në një prime time diskutohet a duhet dënuar prindrit e plak, e kupton? Tani nuk e di domethënë, ose duhet dënuar mësuesja, ku realisht mësuesja plaku nuk është se s'ka përgjegjësi, për mendimin tim ka përgjegjësi në momentin që ti e kupton që dy fëmijë kanë një konflikt në klasë ose në shkollë dhe ti mbyll një sy, aty po, nëse je ndjeni, po nëse po të vësh re nëse ku kemi qenë në gjimnaz ose në 8 vjeçar, çdo sherr që ndodhte jashtë mureve të shkollës, se e dinim që në shkollë do bëj nami, do e merrnin vesh zysha do bëj gjë madhe. Nuk doje të përjashtoj nga shkolla. Normale, kështu që do shkoje jashtë, do largohesh sa më larg, kështu që nuk ka lidhje, nuk kishte shans se zysha ta gjente. Dhe nuk është se ne e bënim të qartë në klasë që do ndodhte diçka. Do të thonë asnjëherë. Nuk i thoje dot zyshës se s'do të ngjaje si kur ishte frikacak, nuk i thoje dot zyshës kur ishte vetëm flasim. Në të njëjtën kohë dhe nuk e shmange dot në një farë pike. Tani okay. Ideja është që neve po sillemi plako sikur ky është një fenomen që ndodh sot dhe s'ka ndodh kurrë. Dhe po të shohë gjitha programet dhe lajmet u përqendruan aty, u mor gjithë vëmendja, gjithë thjesht donin audiencë plak, gjithë podcastet e mundshme, u hodhin gjithë donin pointin e vetë që kjo është arsye. Do bëj një video që të bëhet viral plako, kjo. Dhe gjithë bëjnë atë videon për të bërë viral, emisioni i parë do t'i le gjithë agjendat që kishte sot do flasim vetëm për djalin 14 vjeç që ka vdek, sepse do të bëjmë gjithë klikimet sot. Po flasim, po nëse keni gjë më thënë. Ai kishte marrë një mesazh, ai u kërcënua ato plagë njerëzit kur janë në të mosh, nuk dinë çfarë bëjnë, nuk kërkojnë ndihmë, turprohen nga më të mëdhenj. Kështu që izolohen atë botën vetë. Nëse ke influencë të keqe nga dikush, po themi, mund të bësh këto gabime kur. Janë gabime plagë, janë fatale të thosh. Ne kemi pas moshën tonë dhe nuk do shruhen kurrë se pjesa e bullizimit aty është. Amerika i plagë merr kallashin sepse ka mundësi edhe shfaros një klasë të tërë dhe vazhdojnë akoma shesin armët në supermarket, nuk është në asnjë moment plak nuk i është vënë faj zyshave. Do të thënë vetë ti atje merr kallashin, vret 50 veta me automatik dhe nuk i është vënë zyshave. Në zysha shikon një gjendje që mund të jetë edhe pak konfliktuale midis dy nxënësve. Po nëse e ka parë gjithë jetën e vet, këtë gjendje sepse është mosha e tillë. Plus si zysha ka hallet e veta në shtëpi herë duhet zon me burrin. E kupton, nuk di nga ta filloj. Nuk ka nerva në plak. Plus që mund të ketë edhe në dashur tek tu, se s'ka ne gjë, në një drejtor që po ja lun. Po edhe atë mund të vetë kemi pasi zysh që shkonte me në drejtorin. Mos na kalon këto tema, të lutem. Çfarë? Nëse aty ku duhet, Po them që në çdo lloj moshe kaq delikate, duhet që më vërtet prindi të jetë afër. Nuk se ka faj prindi, sepse unë nuk i tregoja prindit asnjë gjë, se po ti tregoja do më haja një shpull. Kështu që evitoja ti tregoja. Po. Apo jo. Normal. Nuk është zgjidhje që të zhdukim TikTokun, por ama më pëlqen shumë plako që të zhduket TikToku për arsye të tjera, jo për këtë. Po plak TikToku mund të ka 100 arsye për ta zhduk, po nuk ishte kjo motivi. Jo, fare. Domthon se e di si duket ti muhabeti, shteti tani që duket mirë, do mbyll TikTokun dhe do duket sikur ja shteti reagoi. Ndërkohë që TikToku nuk është zgjidhja e problemit, kështu që kjo do ndodhi prapë. Dhe ti tani nuk e ke zgjidhur problemin, thjesht ne do ndihemi më mirë se e bëm diçka, por realisht ne s'bëm asgjë për këtë shoqëri. Se ajo që ne duhet të bëjmë është edukata që duhet t'i japim njerëzve domosdoshmë të rinjve që nuk është kjo zgjidhja e problemeve tuaja. Se djali për shembull që e kishte vrarë, kishte bërë një foto pastaj në makinë duke u mburrur, se ndryshe këto mburrje kanë ndodhur në kohën tonë. Sa ne kur ziheshim për shembull, po normal kur zihesh për shembull ndihesh mirë që u zure se gjasme kishte zemër edhe ishte djalë, kështu që të përtonte njëri, kishim qejf dhe admironim të fortin. Po problemi është që në ditët e sotme ekziston social media, ti tani ekspozon veten, edhe kishte bërë një foto me dorën e çark, kështu do të lidhur që gjasme muse. Po unë mendoj që dënimi më të madh ai fëmijë ka marrë plago, ajo familje e ka marrë sepse ai përgjithsisht me statistik 90% e fëmijëve që kryen krime nën mosh, sidomos nën 15 vjeç,
nuk bën më njerëz plak. Domethënë janë njerëz që do e vuajnë atë, ajo do bëj më shumë krime më vonë. Shokut do largohen në moment. Po. Shoqëroj. Më thuaj ti do rrihet me një shok që sa do rritesh në një moment se tani je pa pjekur 14 vjeç, po kur shkosh 20 vjeç, do rish me atë shokun që ka vrarë njëri? Me shumë mundësi ja. Nëse largohesh. Jo, ashtu është vërtet. Po nëse ky për shkak do vrisë një person që më shqetësonte, dhe ai donte të vrisë mua, pyetëse miku im i mirë. Ka. Po, okay, po prap ti nuk është të mbahesh shok, thjesht do kishe marrëdhënie të mira, se kështu thuhet, keqin më afër, por jo shok. Kështu që dhe ti për shembull do thoje çfarë bën plagosia, ai do ngelë llumi ke lagja. Do të thënë si diskutoj fare. Po, dhe ai për shembull, ai already që tani që po flasim ai e ka marrë dënimin e tij. Ai do dënohet gjithë jetën e tij, një punë të hajrit do e gjese. Kush do referoj për shembull? Ti ke një punë të mirë, do referosh atë ti tani? Kur ti e di që ai është vrasës dhe mahet si konkris? Jo. Ti normalisht do kriminal se kërkoj punë aty ke burgu. Po, tamam. Rojtar. Se mbese se njëtë të zonën e burgun e gjitha rojet. Nuk është se është i huaj totalisht. Është shumë tragjike, po si do që tjetë nuk janë zgjidhje këto që japin njerëzit zgjidhje. Si për shembull zgjidhja e saj që jep Noizi, zgjidhja që jep Edi Rama, zgjidhja që jep ai tjetri që futi në një shpull, se shpulla babait na mante në binar, nuk janë zgjidhje këto. E kupton? Ose nuk e di çfarë zgjidhje tjera, fusin prindit në burg, fut zyshat pezullo stafin drejtues shkollës. Okej, e ikën dhe këto. U zgjidhën probleme. Pikërisht. Pjaga mua më erdhi për të qeshur një herë kur doli babai atij që ka vdek. Edhe tashi në mes të pikëllimit u ndje tha, domethënë që të flasi çai ka ndodhur se ka vdek djali e burr. Ai duke bëu mohabet falenderoj lojtarët e kombëtarës që përmendën djalin tim dhe majtën hershti. O Kari. Çka Kari po ndodh me këtë shoqëri e burr. Do ai e ka mendjen, ke respekti që i bëri kombëtarja shqiptare, ke stadiumi që mbajti 1 minutë heshtje dhe harron që ai se ka mendjen blaq, ai nuk ka mendjen me asnjë vend. Pikërisht. Edhe në moment kur kujtu për djalin thjesht shpërtheu në lot. Po merru me djalin më plak mos u merr ti se çfarë po bëjnë ato, se kush po mban zi aty. Do të thënë gjithë ato mesazhe merr, e heq fraksion sekondi mendjen, asgjë tjetër. Nuk jam dakord. Nuk jam dakord tjerë me mediat që shkojnë i marrin intervista, se edhe kur bën intervista tilla duhet marrin mas 5-6 muajsh kur është ftohuri çik situata. Ti ai në mes don sa i ka vdekur plagos se shfut do në akoma i nxet, ti duke diskutuar me prindit, na tregoj çik çka ka ndodhur. Po i ka burra ne burrë, çfarë më bëti. Tani pse mos flasim për këto mediat që shfrytëzojnë çdo rast për ta bërë një lajm ose për krijuar një jehon ku nuk duhet të ketë. Se nuk do të marrim një plaku, një media serioze që flet vetëm kur është për të folë. Ai Fevziu për shembull është bëu qesharak fare. Po nuk e di. Është bërë humor apo? Një emision që jemi mbyllën kleni formin. Për ditë. Nuk e di. Se di më se kjo ka qenë arsye. Tani s'mund dalësh për ditë të flasësh për çdo gjë. Mirë atë, po nuk lëm me folje. E merr rrobat aty shumë. Më trego çik si është ky resort, ai sa fillon fol. Do më thënë ky resort sa veta mban? O dago, do më sa veta mban ky resort? Pra ky mban 2000 njerëz pushues që vinë gjithkohon. 2000 njerëz, ë? Sa pishina keni? Ai kështu kemi 6 pishina, 5, 7 sa keni? O plak. 7 pishina ndërkohë, 7 pishina. Sa po fillon ato shifrat. Sa metër katror është pishina më e madhe? 250 metër katror. 250 metër. Po. Ky është Fevziu. Ç'a bëhet? Nëse më ka bërë shumë përshtypje mënyra se si e kanë, domethënë sa që ndodh tërmeti, vajtën gjithë me radhë bën ai video për të bërë viral. Shiko, kur ndodhi tërmeti, njoh disa çuna që shkuan aty ke gërmadhat, ishin vullnetar. Po. Meshin gur edhe hiqin gur. Nuk kishin as persona që njifte njëri, nuk e bënin as për lek. Ashtu donin ndihmonin. Ishte mënyra vet. Kur erdhi për shembull ke ne dhe na tregoi historinë, na tha 2 fjali. Nuk e zgjadhi me bë drama ose çfarë bëja unë. Edhe sa ka pëlqyer ai si person. Po, më. Ishim aty, folëm me shefin e policisë, hapa këtë, bëra këtë, ose se leje unë i thash. Çfarë thon më? Aty e mbylli edhe për mua ishte gjë më e madhe e bukur që dëgjova në atë ditë. Edhe nuk kam dëgjuar për shumë kohësh. Po, e drejtë. Nëse janë shumë qesharake këto, është e vërtetë, domethënë liçë duan gjithmonë të prekin atë anën tënde më të butë. Të çosh fëmijën në shkollë dhe të kthehet me arkivol. Okej. Shumë e bukur metaforë. Nuk e di. Gjithçka domun epitete që ke zgjedhur është kaq letrare, gjithçka shumë e bukur je për poet. Por problemi është
kush është qëllimi i kësaj domethënë. Nuk e kuptoj plak, nuk e kuptoj. Nuk e kuptoj gjithë të diskutimin që kanë bë. Ca video duke qarë këto vipat shqiptar. Nuk e kuptoj çfarë po ndodh me këtë shoqëri, ndërkohë që këto janë gjëra realisht, do të flasim vërtetën, ka gjëra që mund të parandalohen, po kjo është çike vështirë për të parandaluar si gjë. Po jo, nuk është një influencë që vjen nga muzika. Zërë se ti po dëgjon një rap të keq plako dhe po influencohesh nga Klevio, nga tekstet, nga çat bëj çat thash, ose nga Tupaku me shok që nuk e di sa herë, ose Eminemi. Nuk është se kanë dhënë kriminala Eminemi, nuk i ka krijuar ai. Jo, po nëse vrasja për shembull, pas të dali për shembull në ekspertizën e policisë që po vrasja është kryer sepse dëgjonte këtë muzikën, influencuar nga këngët e filanit, okay, fair enough, do të ne e dim pasojën. Po edhe kjo është shumë relative, nëse po dëgjojnë 1 miliard veta dhe njëri i degë me vra, është po prap, në qoftë se ti ke influencë negative, sikur qoftë ke një individ që do kushtoj dikujt që të humbi jetën, patjetër që duhet marr masa me individin dhe me këngën. Për mendimin tim, po. Nëse sado pak, sikur qoftë një person vret dikë tjetër, edhe për ato që unë them, absolutisht që duhet marr masa. Por nëse më vërtet janë influencë, se dikush mund të dëgjojë podcastin tonë dhe thotë unë vrava sepse më mbushi mendjen profeti, por profeti s'ka thënë asgjë që të vrasësh, supozojmë. Do të varet që ti shet aty. Por në rastin konkret nuk ekziston fare kjo gjë. Po plak i kërkojnë ndjes një pastor. I kërkojnë ndjes djalit që nuk e shpëtuam dot. Pa i gat shifshar. Ju bëjnë kështu edhe. Shpëtohet ti kur pali. Jo, më fal që nuk e shpëtuam dot. Më fal që të lam në balë si shoqëri. Më fal unë personalisht si babaj që nuk munda do të jem aty të shpëtoj ty. Kur bëjnë kështu tani janë se shumë nga ju do thonë se pa shpirt. Shqipëria nuk është një vend i sigurt, se e dim. Po ne po jetojmë jashtë, edhe. Plako, Shqipëria është një vend më i sigurt se shumë vende perëndimore. Pikërisht, atë po të thoya. Ne po jetojmë jashtë dhe shohim shumë mirë që çdo vend ka vendet e veta shumë më herë më të këqija se sa Shqipëria. Po. Nuk ka nevojë, okay, mund të bëhet dhe një emision me eksperta për shembull për të dhënë një ide se çka ka ndodhur. Për shembull, un kam parë ku bën dokumentar për çështje të ndryshme, po për shembull ka ndodhur një vrasje të një çifti bilionerësh këtu ku jetoj unë. Dhe realisht do me zi prisja plako ekspertizën, e kupton? Sepse doja të di çka ka ndodhur, ishin gjetë varur në pishin. E kupton? Bilionera. Është krimi familjar, është krim për lek, nuk e di. Normalisht ti tregon. Realisht ajo, si quhet, dokumentari që e bëri një televizion për këta, është bërë pas 2 vjetësh e bërë. Që pse se është pritur sa është ke marrë ato çka ka ndodhur nga policia, domethënë është bërë një gjë pas 2 vjetësh mora veshun që realisht nuk kishte asnjë gjë aty për të marrë vesh. Thjesht jepte detajet e skenës krimit, po akoma nuk dihet se kush e ka bërë. Kurse ka krime që është gjetur, domosht konkluduar krimi nga policia dhe bëhet një dokumentar më i detajuar. Por regardless gjitha vinë mas 1 viti, 2 vjetësh. Këta i bojnë plako, nuk e di domosht e çuditshme se si brenda ditës mund të një gjë 40 minuta në YouTube vetëm për klikime në Shqipëri. Djali që vrau, djali po kthehej nga shkolla dhe shumë njerëz thonë gjitha me kështu plako me fashëteme. Nuk motivin në thelb, se nuk ka sens. Nuk ka një motiv që mund të vitesh atë mosh. Fevziut i duket çuditshme kur i tha njëri, ata janë zënë tha për shembull, kjo nuk e di është vërtet, po janë zënë se këshef ti. Mirë nëse ke godit makinën, ju duk normale të godasësh makinën me aksident, zihesh e të vritesh. Po tha, po pse më sheh? Fevziu, nuk ka një gjë. Masë është akoma i vjegjë. Ka fëmijë Fevziu? Ka. Kupton, do të Fevziu ju duket çuditshme, ju duk normale të zihesh po të përplaset makina, që është bash jo normale. Sa më kur kemi qenë kjo ishte shkaku plako, çunat i fush një shpatël çunit tjetër, ishin gati për të zier. Ora ideja është ai që do të zihet ose ka diçka me ty, po jo ndoshta se ka me ty thjesht do të zihet, ta gjen mënyrën, ndoshta me të parë. Ndaç vjen kapet aty, ndaç gjen çfarë po bën ti, pse po e bën ti atë. Mos i bi asaj, mos rri aty ke hyrja, mos bëj këtë. Çfarë janë këto libra që ke në dorë? Nuk i ka bën millogarit. Zëra se kishte një femër në mes, siç po thoshte X-i, ose Upan. Ja e hoqi qafe, ja e vrave. Edhe çfarë bëre plako? Komplikoi gjithë jetën tënde. Fëmia nuk ka logjikon, bizon them që ai ndoshta s'është nis për ta vrarë më shumë se po nuk po flas vetëm për një fëmijë, flas për çdo që nis me këtë lloj mendimi. Që unë do ta heq qafën të plako sikur do të shpëtoj. Ti nuk shpëton. Ti je personi i parë që vret për mendimin tim, përveç se i shkatrove jetën gjithë afërmit të tij, po.
Po plak, e kupton që ne jemi një shoqëri që gjatë gjithë kohës promovojmë të fortin dhe është normale që fëmia do aspiroj të jetë karder, të jetë i fortë i lagjes, ti do që kur të ecësh rrugës të respektojnë dhe të kenë frikë, sepse këtë përshtypje kemi dhënë. Del një makinë e shtrenjtë, një X6, del një, ku dëgjon, një Benz i fundit plako dhe ti thua ky do jetë një që merret me drogë, dhe shefti ai dele respekton. Ai mund të jetë thjesht shoferi i makinës për momentin e hotelit, po ti nuk e di. Ai hapi çik xhamin, ti nuk e sheh që është me uniformën e hotelit, po thjesht duke e parë ti thua qia rob ky, ai duke pi cigare, do ti kështu rëndom gjas me kujdes kur më shef mua se unë dhe admiron ti, do atë lloj jete, atë lloj respekti si Al Capone, no? Po ti plagë nëse fillon kupton pa nga jeta, kur rritesh, nuk do ti shohësh se persona në sy. Sepse ai është një pallkare plagë. Ti tani pse do ta futesh veten në një situatë tillë? Ti e di që gjëra të tilla ndodhin, Fevziu nuk e di. Po ti për shembull nëse shikon njërin në sy plagë i thotë çka ke shef. Ti thua asgjë, edhe përfundon të udhëzim atë. Thotë ç'e desha unë që e parë këtë karë në sy. Po, tash okay, se s'mund të ecësh rrugës pa njerëz, flasin njeriu është shef edhe në mënyrë flasim instinktive. Për këto njerëz që janë nëpër makina luksoze nga 120.000 euro, edhe ti nuk mund të shohësh dot shoferin kokër syni tash. Ai jemi si sfidë. Kuptoj, po ideja e admirimit të fëmijëve plako, se ne promovojmë këtë gjë, se është ndryshe për shembull kur e promovon fëmia. Po kur neve ja injektojmë këtë, duke, për shembull ti ulet tavolinë me babin ose me një të rritur dhe këto muhabete bëjnë ata. Dhe ai e kupton që kjo është jeta që ai duhet zgjedhë. Edhe përfundojnë këto pasaj që do me bësi karder dhe shkolla, jo po ky s'ma kthen dot llafin mu, jo po unë do ja ngul tik, edhe pasaj se sa ja ngul tikën pasaj dhe i merr jetën është tjetër muhabet. Ajo gjë që ndodhi ishte totalisht gallik për mua. Po. Edhe është shmangshme. Normal që është shmangshme. Shumë adoleshentë janë zi edhe do zihen gjithmonë, sepse ai funksionon trurin e të mosh plagë. Edhe hormonet është zhvillimi. Është ajo faza plagë që sa të shtrarzoni, do të tregosh tjetër që jam burr, që jam i fortë. Kështu rriten çunat. Normal. Fatkeqësisht. Sido që të jetë, doja t'ju thoja të gjithë mesazh në qoftë se ti që do të dëgjosh të dhe jesh i rritur apo nuk ka rëndësi çfarë moshe je, po mos e lër asnjëherë egon të marri, të vër poshtë. Kupton? Për shembull, kam qenë një herë në stadium plako dhe një çun vuri në sedër një çun tjetër. A e pi do ti 8 birra që po merrte ai, kishte një nga këto, që i mban 8 birra rresht. Dhe ai tha, "Kush unë si pi unë një rob." Filloi plako piu 8 birra u bë dhe gdhë plako, nuk e shijoi fare ndeshjen. Po u vu në sedër. Pra egoja fitoi mbi të. Tash i mendoj egon se ky e fitoi me birra. Ti kush e fiton me e bën e thy do xhamin aty dyqanit? Kështu sfida bëheshin atëre. E thyje ti për treguar që po çfarë tregosh apo që piset birra s'tregon asgjë. Pikërisht. Unë mendoj që fillon pisë, shumë unë kam qenë në një fazë. Unë komandoj plakot bësh diçka. Bravo. Në mënyrën time. Mos e lë egon të shkojë në atë fazë, të bëhesh lojë. Do të thënë, thjesht nuk është thjesht mundohet të shmangësh atë që domethënë aty ku po të shtyn ai tjetri domethënë. Për shembull, kam qenë një herë dikur donin të vinin në sedër plak për shembull, mos na ke blej një birrë bër. Edhe me një të qeshur normalisht i thua, po ti mu do më vësh në sedër për birra? Pa i këtë dao se s'blej birra në kot. Domethënë, i gjen atë ti domethënë që mua nuk më vet dot në sedër, mua nuk më rruhet se s'kam bler birra. Unë i blej birrat kur dua unë dhe nuk vendosni ai doten ai birra ekstra, e kupton? Të thot një llaf. Kështu që lëreni egon, duket kështu si gjë e madhe, po lëre egon aty. Nuk flishet njeriu. Do të thënë, okay, ti do ndihesh i flishur, sepse duhet kohë derisa të luftosh këtë ndjenjën e flishjes dhe të kuptosh që është më mirë ai që bëre. Po vetëm gjithmonë mendo që mos fitoj egoja mbi ty. Egoja mbi ty. Do të duhet fitosh ti. Pash një video në internet, ishte njëri në mes Londrës me 2 fëmijë të vet, edhe vjen një zezak, edhe kërkon t'ia rrëmbej, ja merr nga dora fëmin. Ky e kishte kap nga leckët. Po. Zezaku i pa marr fëmin, e kishin rras mrena në burg, se normalisht kamerat e tjera nisë. Po. Komentet ma bilen e si e lejove ti me kaq. Disha unë në vendin tënd, Gjithë emigrantët janë këto që flasin kështu bler. Ky tani pretendonte, se më shokun fare, që baba me 2 fëmijët ti linte fëmijët edhe shkonte të vriste me këtë burr. Hati ne i thik nga ky, të vdiste dhe të linte fëmijët jetim. Po sepse neve plako jetojmë në botën e filmave
ku gjithmonë fiton njeriu I mirë dhe superheroi. Dhe ti tani mendojnë këta që një baba që nuk është në një street fighter apo në një UFC fighter apo në një boksier, që ka 2 fëmijët e tij dhe duhet të kurdeset gjithë jetën për ata se mund të jetë forma e parë e suportit financiar, duhet lërë fëmijët dhe të shkojë të zihet me këtë tipin që mund të jetë kriminal, mund të jetë boksier, mund të jetë shumë I aftë për të zënë se ka gjithë jetën që atë punë bën. Pikërisht ai tregoi se çfarë bën. Pikërisht, mund të jetë dhe armatosur se po mundohet bëj diçka të jashtëligjshme, pra mund ta ketë menduar, dhe ti të shkosh aty sepse me idenë që ti do fitosh se ti ke inatin mbrapa dhe atë ke të drejtën dhe inatin që të mbështet se je baba I fëmijëve kurse ai s'ka asgjë. Dhe ti duhet fitosh. Por realisht ne dimë që ndonjëherë nuk ndodh kjo dhe prandaj kemi pa dhe raste ku ai të futi të vret dhe babain, dhe në atë fazë vret dhe babain ngelesh dhe jetim për një gjë aq banale ku babai mund ta shmangi shumë kollajt merret me fëmijët dhe të vazhdojë jetën e tij. E kupton? Po, përveç sa duhet mendosh pak më ftohtë të kuptosh kush humb në të vërtetë. Po. Do humbi ai kriminali apo do humbesh ti? Fëmijët e tu mund të humbin I babat jo, në atë situatë. Duket çik kështu si qesharake, por mund të ndodhi. Fitoria më e madhe është që ti jesh prezant për fëmijët e tu dhe po themi ti sigurosh atyre derisa ato të rriten, të ardhë financiare, dashurinë, çdo gjë plagë që mund të kërkojë një fëmijë. E çfarë bëre plagë? Bëre një zgjedhje të gabuar, shkoi uzive me një pallkari që edhe ky si ai pallkari tjetër kishte një thik në dorë dhe ta nguli. Ja ku jeve. Po plak, kemi pas neve një kafe ku pinim kafe dhe dilja për jashtë unë dhe ka pasin gjithmonë një kështu tip që ishte tip bami, tim nga këto që flinte rrugëve. Rastësisht dhe Zak. Po nese. Dhe ky vinte aty plak tani sa që na shifte ne duke pi cigare, vinte tani dhe thoshte na japni një cigare çuna, kupton? Tani kur ne ishim në moment mirë, pa më dagu, kupton? I jepshin ai cigare, ndoshta I blie dhe ai birr. Por kur si në mund të mirë, ai kishte një problem mendor, plak, kupton? Dhe ai thjesht vazhdon gjatë gjithë kohës dhe fillon edhe të provokon ai herë, kupton? Dhe shifja çuna plak që ngranoheshin gati do t'i fusë në grushti të t'i qirë rob, të kam çfarë të bënë një ditë. Dhe realisht e bën një ditë. Por problemi është ajo që unë I thoya plak është, "Dago, ai s'ka asgjë për të humbur." Në momentin që të dy zjeni, nuk ka asgjë, supozojmë se fitove ti. Çfarë bëre ti? Rrafe një bam. Rrafe një të pas 3. E kupton? Nëse fiton ai çfarë bëre? Ti do bësh zhul, se ai se ka problem se I bëre xhaketën zhul, se ai zhul e ka. Ndërkohë që ti do të grisi ai, do të shpërfytyroj. Dhe çfarë do bësh? Do marrësh policin, ne e dim shumë mirë që policia s'ka çaj bën këtyre rrobë plasë. I merr I fut brenda, ai aty brenda bie më mirë se ai ndoshta prandaj I bën këto gjëra. Se po vije I ftohti, do futet brenda, do rri aty, do haj bukë, do flir rahat. Ti nuk fiton asgjë plagona. Ti je komplet I humbur në çdo gjë që bën aty, në çdo fjalë që thua, në çdo gjë bën. Ti duhet të shmangesh, të vazhdosh me jetën tënde. Dhe thelbi nuk është asnjëherë kjo. Ose edhe po e rra, do ndihesh keq nesër plak, se në fund ditës vinte ai për shembull me sy të nxim, jo nga ne, nga një lokal tjetër ngjitur, e kupton? Që kishte bë për borxh. Dhe ty të vinte keq, bla thoshë po këto kartë, këtë kanë rrafe po. Ky gjys njeriu, ëh. E vërtetë. Do të thënë është gjithmonë, po, të t'japësh nuk do ta lësh asnjëherë egon të marr për sipër. Nuk e di. Por çik melankolike. Do një rrugë për vetëm, një rrugë që ti kalon për ditë. E te kjo rrugë ndodhet një rruga barikadave. Barikadave. Thazën pyetja çfarë rrugë? Mua ka rruga. Aty ke një vivon. Rruga barikadave. Aty po që është aty ke një maj, rruga barikadave, karave. Barikadave. Aha. Për ky tipi plakë që ti të kërkon lek për ditë. Po. Çfarë do bësh ti domethënë ditën tjetër? Do vazhdosh po të njëjtën rrugë, sepse ky e di që do të kërkoj lek, ti e di shumë mirë se ku do shkojë muhabeti, apo do të ndrosh trotuarin që 10 metra para. Tani kjo është zgjedhje për mendimin tim plako. Nuk mund të vesh drejtësi në çdo gjë plak në jetë. Normal. Nëse je rritur mjaftueshëm do kuptosh që nuk vetë do drejtësi. Do të zgjedhësh sfidat që do bësh plako në jetë. Nuk mund të fitosh çdo luftë, do të zgjedhësh sfidat. Nuk mund të humbësh kohë më burr. Ti je duke u zënë me atë plak e nuk di se sa kohë. E çfarë bën? Thjesht ndron trotuarin. Plus që më ka ndodhur plak kur kam pas situata që mendoja që mund t'i kisha nën kontroll. Dhe kur e kam parë që për shembull më ka dalë llafi im, për shembull kam përtitur dhe tjetri është ulur. Nuk është se jam ndier mirë për të thënë drejtën. Të paktën jo në këtë moshë. Nuk është se jam ndier për shembull që ua bravo, pesiku ai sikur. Plak jam ndier kështu, po ja çfarë fitove domethënë. Ja, do bëre një gjë për shembull, ja ai për shembull mund të jetë më i dobët se ty supozoj. E çfarë do të thënë tani? Tani bie që neve plako thjesht I bim më të dobtit, se kur e shohim tjetrin që nuk është aq I dobët, e masi mirë bythën edhe e respektojmë për shembull. Feta ai për shembull të futet gabim ty plako, kur I dalun përballë dhe shoh që është I grua aty të mami ti çif sharob, mëso patentën. Kurse kur e shef jesh në njëri plako kështu me tatuazhe në një kështu që tip Karderi, ose të paktën ti jep ty idenë e frikës, ti thu,
që ja do merr me këtë karin, mos del ky rrot karin. Edhe ti ja bën vetëm shumë, ha dao ç'a bë. Do ta keni problem ti shoh. Ç'a probleme po edhe ikën jep gaz shoh, no? Para karin. Do të thotë nëse ai shqetësim më njerëzim i situatës. Po. Evaluoj situatën gjithkohon. Njësoj vetëm që mos fitoj egoja. Që ti e shif atë jetën ta plak, dita vazhdon bla. Mendoj që mund të shkojë më keq. Dhe realisht ka ndodhur që ka shkuar më keq, siç ndodhi me rastin e këtyre çunave. Që janë nisur ndoshta për një sherr banal dhe përfundon në një vrasje të tillë, që është tragjike normalisht. Do them me këtë. Ka lidhje me sodën, sa kështu si vaska hidromasazhi. Futishin gjithë brenda dhe bënin eci aty për muskujt, nuk e di. Nuk e di çfarë efekti mund të kenë. Nuk përvesh. Jap dorëgjë të këpjes. Edhe thot Xuxhi tani, tha, si të ja bëj Xuxhi ai Xuxhi vogël, tha, kur të futet tu brenda, tha se që ka derke mesi. Se ai ishte mbulur me derke mesi. Ishte një vask plako që këta hecshin, po. Edhe nëse qeshin këta hi, u fut Xuxhi më na plak ditë vetëm koka jashtë. Edhe ishte vetëm për kokën, kishte fut. Vetëm masazh trupit. Kishte vetëm gjithë masazh trupit bla. Edhe komenti njëri ishte po më duket tha Xuxhi si ai mundi tha kur shkarkon vëcën edhe është e më mundi tha që nuk ik. E parë si për fare. Po nuk kjo është që tunte aty mes dallëve të mëdha edhe nuk ka shanse që ti nuk ikën. Nuk shkon. Yes. Megjithatë, tragjika më e madhe për mendimin tim, tragjedia më e madhe është për ata njerëz që nuk e dinë akoma ekzistencën e podcastit Alo kam një pyetje dhe që nuk e dëgjojnë dhe që nuk e mbështesin në Patreon, ku realisht ka pafund podcaste që ne kemi bërë nga fillimi, ose të dini një thesar të madh podcastesh të mrekullueshme me tema të ndryshme diskutimi, tema që neve kemi thënë që do i rikthehemi në një moment të dytë. Realisht nuk kam pritur dikoj që të na sidoj pak me këto tema, sesa neve të flasim me këto tema që mund të kemi të njëjtat mendime dhe mos përsëritemi. Po gjithashtu e vlerësojmë shumë gjithë juve që na keni mbështetur. Vërtet nga zemra. Ju duam shumë. Ciao.